Mani, më në fund një fitore. Po. Me të qetë? Me të qetë deri diku, por do të shohim në rrallë sepse kampionati është edhe 3 ndeshje dhe na duhet edhe 3 pikë, të paktën edhe 3 pikë që t'jena pak më qetë. Sot e vështirë ndaj Molanit skuadrës që i kishte marrë pikë në fazën e parë. E vërtet, Molani ishte një ekip që ka dalë jashtë objektivave. Ishte një ekip që nuk po mujte me lëviz nëpër fushë. Ba me detyrë, morë me 3 pikë. Shumë dëmtime, edhe sot pam që munguan disa nga lojtarët kryesorë të skuadrës. Çfarë po ndodh me Basanin? Dëmtime, Arber Daia është dëmtuar në ndeshjen që kaloi, ndërsa Hoxha Arseldi është me kartona. Jemi mundu me fut lojtarët që kanë qenë prezent. Ato llonë rezultat sot, fitu me 3 pikë prapë. E vështirë për 3 ndeshje mbetet kampionatit realizimi i objektivit apo do të jeni një karikim maksimal? Do të jemi të kariku maksimalisht, sepse ndeshja rrallës është një finale tjetër, shumë e rëndësishme për ne. Presim Kuçovën në Bushat. Është një ndeshje e vështirë, delikate. Shpresojmë të dalim sukses, të marrim 3 pikë aty. Shumë oscilacione në skuadra e Basanit. E nisi me shumë pretendime, tashmë po synon vetëm qëndrimin në kategori. E vërtet, po çdo ekip që futet në një kampionat besoj se futet me pretendime, ashtu fut më na. Nuk futet kush në një garë për mas me pas objektiv. Dëmtimet, kartonat, largimet që kanë kënë, pastaj janë pjesë e rrugës, por besoj se kemi marrë një mësim gjatë këtij viti. Ndërkohë, kjo eksperiencë për shërben për mirë edhe ju si trajner? Patjetër, unë jam falendërues ndaj zotit presidentit Shima, sepse ai përveç se po jep mundësi djemve të ri, po jep edhe trajnerëve të ri mundësi. Për këtë jam shumë i lumtur. Faleminderit. Faleminderit.